Tabela pas shpinës time na sjell në pikën turistike të Gjinarit, por në fakt kjo pikë turistike prej vitesh ka një mungesë të madhe në infrastrukturën rrugore, çka ka sjell dhe uljen e numrit të turistëve. Konsiderohet një ndër pikat më të veçanta për zhvillimin e turizmit malor, po prej vitesh ka humbur funksionin e tij. Gjinari, i ndodhur vetëm 20 minuta larg qytetit të Elbasanit, dikur shënonte një numër të lartë turistësh, të cilët zgjidhin të pushonin pranë tij, për ajrin e pastër, natyrën e qetë dhe resurset e shumta që të ofronte dikur kjo zonë. Por sot, për fat të keq, jo vetëm që nuk shënon më turizëm, por banorët dhe drejtuesit e pushtetit vendor shprehen se mbështetja financiare ndaj kësaj komune mungon ndër vite. Kristaq Shqau, kryetari i komunës, shpreh se Gjinari po humbet vlerat e tij dhe shkak është mungesa e infrastrukturës rrugore. Dihet që komuna e Gjinarit hyn në zonën e Shpatit, e cila ka shumë resurse për zhvillimin e turizmit, ka monumente kulture dhe monumente natyre, të cilët për mungesë të infrastrukturës nuk mund të preken nga turistët e ndryshëm që vinë, qofshin turist huaj apo turist vendës. Për banorët e zonës, Gjinari mbetet vetëm një nostalgji e të kaluarës. Ka pasur turizëm vite më parë, që vijnë e pushojnë sepse është një vend me ajër të pastër. Tani po të shikoje më para 90-ës, këtu kishte turista lakmojnë vinë nga Elbasani, edhe nga Tirana kanë pas ardhur këtu. Ishin, domethënë ishte kampi, domethënë baraket që ishin tu, vinë ata nga Aneja, edhe jetojnë, bashkëtojnë tu, rrinë tu 15 ditë me tashu, ndërsa tani nuk fare, nuk vjen njëri. Ndërhyrja për rikonstruksionin e rrugës automobilistike dhe rikthimin në identitet i kësaj pike turistike do të përkthejë edhe zhvillim ekonomik jo vetëm për komunën, por edhe banorët e saj, të cilët mund të ushtrojnë aktivitete të ndryshme. Zhvillimi i turizmit malor është një nga prioritetet e Ministrisë së Turizmit, ku natyrisht edhe Gjinari duhet të jetë pjesë e saj.